billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Lavdi, falënderimi dhe adhurimi gjithmonë janë për Allahun, krijuesin absolut të gjithësisë. Vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej tij kërkojmë faljen e mëkateve tona, mbulimin e tmetave tona, si dhe pranimin e veprave tona. Ndërkaq salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje ja adresojmë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Besimtarë nderuar, sikur se e dini, para disa javësh e kemi filluar shpjegimin e një prej ngjarjeve më madhështore kuranore, respektivisht atë të marrëveshjes së Hudejbjes, ku profeti i Zotit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është nisur së bashku me 1500 sahabë që ta kryej umrën, duke e komentuar ëndrrën që e kishte parë si një urdhër të Allahut Madhërisëm për të dhe për pasuesit e tij që ta krynin umrën në Mekë. Në anën tjetër, dije e mirë se raportet mes tyre dhe mes mushrikëve të Mekës nuk ishin të mira, sepse ata vazhdonin që të ishin në luftë me ta, pa marrë parasysh faktin që kanë mbaruar disa betejë frontale që ata i kanë pasur dhe e fundit për tyre ishte ajo e Hendekut, apo lufta e Ahzabit, siç e quajnë Allahu në Kur'an, por gjendja përgjithshme nuk ishte e mirë. Andaj një iniciativë e tillë ishte shumë e guximshme nga ana e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Por sikur se kemi treguar, ai edhe në mënyrën se si e ka organizu shkuarjen për në umre, duke marrur kurbana me vete, duke veshur ihrama, ka treguar dhe ka sinjalizuar se dëshira e tij nuk është që të zhvillojë luftë, por thjesht ta kryejë umrën dhe ta realizojë ëndrrën apo njëherët urdhrin e Allahut që e kishte parë përmes ëndrrës, sepse ëndrat pejgamberike kemi thënë janë shpallje e Allahut për pejgamberët. Por komentimin që e kishte bërë pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam kësaj ëndre nuk ishte qenë i plot, sepse ai kishte menduar që prapa kësaj fshihej vetëm një kryerje e një umre të thjeshtë, por Allahu realisht përmes kësaj iniciative ka dashur që muslimanët t'i gëzojnë me një feth të madh, me një çlirim të madh, e që ka qenë arritja e marrëveshjes së Hudejbjes, e cila krejt spontanisht ka ndodhur normalisht për Muhammed Mustafa dhe për sahabët e tij, por jo spontanisht ka ndodhur për Allahun e Madhërisëm, sepse një gjë e tillë ka ndodhur me urtësinë e tij hyjnore. Kemi treguar se si pejgamberi i Allahut është ballafaquar në mënyrë kategorike me pengimin e kryerjes së kësaj umre. Pra nga mushrikët e Mekës, ata kanë menduar dhe kanë trajtuar këtë si një lloj provokimi dhe si një lloj njënçmimi për ta tek sytë e popullit Mekës. Por ka pas reagime të fuqishme nga disa prej fiseve mekase, sidomos ato në periferi, sepse një gjë e tillë ka qenë ndaluar. Pra, ti ndalosh njerëzit që ta kryejnë umrën, që vinë paqësisht, ka qenë ndaluar me traditë zakonore të banorëve të Mekës, sepse ka qenë traditë e Ibrahimit alayhis salam e trashëguar pas tij tek arabët, ndonse kanë qenë idhujtar, që kushdo që dëshiron të kryej tavaf, të bëj tavaf rreth Ka'bës, dëshiron ta vizitoj Ka'bën, e ka të lejuar që ta bëjnë gjë të tillë derisa hyn paqësisht, pra në mënyrë paqësore. Por në këtë rast ata e kanë kundërshtuar edhe traditën zakonore të tyre, realisht traditën zakonore të Ibrahimit alayhis salam, edhe e kanë penguar Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam që ta kryejë umrën së bashku me sahabët e tij. Sikur se kanë ndodhur në disa raste të tjera që i kanë shkelë traditat zakonore të Ibrahimit alayhis salam. Një gjë e tillë ka kriju pakënaqësi të madhe tek disa fice arabe, saqë janë revoltuar edhe e kanë kundërshtuar publikisht një vendim të tillë nga ana e Paris Mekase, duke u thënë që një gjë e tillë është e papranueshme për ne. Ata janë njerëz, madje janë të ficeve tona, janë me preardhje nga rajoni ynë, dhe ata thjesht dëshirojnë që të bëjnë tavaf rreth Ka'bës. Pse i ndaloni ata? Kur kjo gjë mori hovë të madhe, atëherë u detyruan paria Mekase që të kërkonin marrëveshje me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në anën tjetër kemi treguar se është përhap lajmi nga disa njerëz dashakçinj se është vrarë Uthmani radhiyallahu anhu në Mekë, nga se pejgamberi Allahut kemi treguar që e ka dërguar Uthmanin
për m'ju tregu paris Mekase edhe banorët Mekës se Muhamedi dhe muslimanët nuk janë duke ardhur për luftë, për thjesht mënyrë paqësore dëshirojnë me kry umrën, me bë tavaf rreth Ka'bës. Asgjë tjetër përpos kësaj. Atëherë kur pejgamberi Allahu dëgjoi se e pas kanë vrarë Uthmanin, thanë nëse një gjë e tillë është e vërtetë, atëherë ata e kanë shkel zakonin e njerëzve të ndershëm, e udhëheqësve të ndershëm, cili ka qenë zakoni që i deleguari nuk vritet. Pra mund të jetë dikush armiku më i madh i dikujt, por momentin që ai dërgon një të deleguar në mënyrë paqësore, e kanë të ndaluar që t'i vrasin ata. Nëse kanë bënë një gjë të tillë, atëherë ne do t'i luftojmë ata. Sepse kjo ishte tragjedia e madhe për muslimanët që padrejtësisht ta vrisnin Uthmanin. Edhe këtu ndodhi Bejatu Ridwan, apo besatimi i kënaqësisë, i pajtueshmërisë së plot nga sahabët, ku secili prej tyre me padurim shkonte tek pejgamberi Allahut dhe zgjaste dorën për t'ia dhënë besatimin se ne do të luftojmë deri në frymën e fundit. Askush prej nesh nuk do të zbrapset në qoftë se ne do të detyrohemi që t'i luftojmë banorët e Mekës, ndonse nuk janë nisë me atë niyet, me atë qëllim. Në ato momente vjen Uthmani edhe qetësohet situata, e shohin që një lajm i tillë pas ka qenë i rrem, i pavërtet, qetësohet situata edhe e marrin vendimin nga ana e tyre se ata kanë vendosur që në mënyrë kategorike këtë vit të mos na lejojnë neve që ta kryejmë umrën, por nga viti i ardhshëm nëse ne dëshirojmë kemi të lejuar një gjë të tillë. Gjatë këtyre diskutimeve vjen i deleguari Suhejl bin Amr, i cili ka ardhur edhe si përfaqësues i Paris Mekase me bë marrëveshje me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, marrëveshjen e Hudejbjes, e cila në shikim të parë kemi thënë se ka qenë në disfavorin e muslimanëve, por realisht ajo ka qenë në favor shumë të madh të muslimanëve, sepse në të ka pas padrejtësi juridike, sikurse ka qenë për shembull kërkesa për me i ndalu muslimanët me kry umrën, ka qenë padrejtësi, ose kërkesa atyre që cili do djalë i ri, cili do adoleshent, mashkull, që largohet nga Meka edhe ju bashkangjitet muslimanëve, muslimanët e kanë për detyrë me e kthy atë. Ndërkaq cili do i ri që nga muslimanët shkon në Mekë, atëherë banorët e Mekës nuk e kanë obligim me e kthy atë tek muslimanët. Por armëpushimi ka me qenë 10 vite me radhë. Pejgamberi Allahut ka pranuar dhe ka nënshkruar këtë marrëveshje. Kjo ka kriju pakënaqësi tek shumë musliman, ndërta edhe tek Omeri, sikur se kemi treguar, i cili haptazi e ka kundërshtuar një vendim të tillë. Dhe i ka thonë: "Ja Rasulullah, pse po pranon këtë vendim? Kjo marrëveshje është në dëmin e muslimanëve, sepse në të ka padrejtësi." Por pejgamberi Allahut alayhi sallam i ka thënë Omerit: "O Omer, unë jam pejgamberi Allahut dhe Allahu nuk lejon që unë të humbas." Pra kjo marrëveshje ka urtësinë e vet. Por do ta kuptoni pas një kohe jo shumë të gjatë. Njëjtë ka shkuar shtankuar tek Ebu Bekri dhe Ebu Bekri në njëjtë mënyrë me përputhmëri të plot ja ka dhënë të njëjtën përgjigje. I ka thonë: "O Omer, ai është pejgamberi Allahut dhe Allahu nuk e lë në humbje pejgamberin e tij. Pra s'ka mundësi më ndodh që pejgamberi me nënshkruaj ndonjë marrëveshje që është në dëmin e tij apo të muslimanëve." Por këtu fshihet një urtësi e madhe që ne mund të mos e kuptojmë tani, por do ta kuptojmë në një të ardhme të afërt. Edhe realisht kështu ka ndodhur. Sepse përgjatë këtyre 10 viteve të armëpushimit, muslimanët janë fuqizuar tepër. Fillimisht kanë mbetruar paqja, nga se deri para kësaj marrëveshje nuk kanë qenë sigurt. Në çdo moment kanë prit sulme nga jo muslimanët. Në çdo moment kanë prit ndonjë organizim të befasishëm kundër muslimanëve. Pastaj kanë qenë të penguar në thirrje, në davet. Përpos Medines nuk kanë pas drejt me dalë dhe me thirr për në rrugën e Allahut, ose nuk kanë pas edhe guxim për me bënë një gjë të tillë sepse nuk kanë qenë të fuqishëm. Armëpushimi arritur për 10 vite ka bërë që muslimanët të mobilizohen fuqishëm, edhe të thrasin për në rrugën e Allahut. Aq sa kanë arritur deri në periferitë Mekës. Pra daveti islam, thirrja muslimanëve ka arritur deri në rrethinën e Mekës. Shumë fise e kanë pranuar islamin. Përpos banorëve të Mekës, aty s'kan pas të drejtë me u fut edhe me thirr, sepse marrëveshja ka qenë kësaj. E tash Allahu i Madhërisht pas gjithë kësaj që ka ndodhur, e ka zbrit komplet një sure, surën El Feth, për me sqaru
në mënyrë të hollësishme mënyrën se si janë ndier sahabët dhe se si Allahu a ka qetësuar zemrat atyre dhe se si Allahu a ka shpërfaq realitetin e kësaj marrëveshje e cila ka qenë fitore për muslimanët, sa që Allahu e quan çlirim. Pra jo vetëm fitore, por edhe çlirim për muslimanët, sepse realisht ka qenë një çlirim i vërtetë. Nga se prej këtij momenti muslimanët kanë qenë fitimtar, kanë qenë në ofanziv, kanë thirrë lirshëm, kanë thirrë publikisht në rrugt të Allahut, edhe janë fuqizuar edhe numerikisht, por edhe ekonomikisht edhe politikisht, sepse shumë e kanë pranuar Islamin, edhe përpos kësaj kanë pas kohë mjaftueshme me u pasuru, s'kan pas nevojë luftra me zhvillu, edhe ky pasurim, edhe ky fuqizim politik dhe ekonomik ka bërë që muslimanët pastaj lestisht me çliru fillimisht Khajberin e më vonë edhe Mekën. Allahu thotë kësaj: "Ba'da bismillahirrahmanirrahim, inna fatahna laka fathan mubina." Ne padyshim se ty o Muhammed ta kemi dhënë një fitore të sigurt, pa çlirimin që sipas shumicës së komentuesve të Kuranit bëhet fjalë për marrëveshjen e Hudejbiyes. Pra Allahu e ka quajtur marrëveshjen e Hudejbiyes si çlirim për muslimanë, fath, fitore çlirimtare. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Njërë që Allahu ty me t'i fal gabimet e kaluara dhe gabimet e së ardhmes. A ka pas Muhammed Mustafa gabimet të kaluara dhe në të ardhmen? Jo. Ulemaja thonë, këtu është fjala jo për gabime të shkeljeve që mund t'i bëj dikush, nga se pejgamberi Allahut ka qenë masum, i mbrojtur nga gabimet. S'ka pas mundësi që ai me i shkel urdhrat e Allahut, me bë gjunahe, mëkate, e kështu me radhë. Por për shkak të standardit të lartë pejgamberik, në qoftë se pejgamberi Allahut nuk e ka zgjedh prej dy gjërave të mira, më të mirën i është cilësuar sikurse gabim, mi po jo mëkatim, sikurse gabim. Prandaj Allahu i thot, pas kësaj që ka ndodhur, pas marrëveshjes së Hudejbiyes, pas këtij çlirimi, gjitha mëkatet tua, në thonjëza, gabimet tua të së kaluarës para kësaj marrëveshje dhe të së ardhmes pas kësaj marrëveshje i ke të falura, si një lloj fuqizimi, si një lloj inkurajimi nga ana Allahut për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa yutimma ni'matahu alayk, dhe për ta plotësuar mirësinë e Allahut ndaj teje, sepse ky çlirim, kjo fitore, kjo marrëveshje realisht ka qenë përkrahje e fuqishme e kauzës islame. Ka qenë një mundësi e artë e zhvillimit të islamit në kadishullin arabik. O jehdike siratan mustaqima, edhe për të përforcuar ty në rrugën e drejtë o Muhammed, sepse përmes marrëveshjes së Hudejbiyes janë fuqizuar shumë muslimanët pas kësaj ndodhije madhështore. Wa yansuraka Allahu nasran aziza, edhe që Allahu ty të ndihmoj o Muhammed me një ndihmë të fortë, sepse ajo që ka ndodhur pas marrëveshjes së Hudejbiyes realisht ka qenë një ndihmë e fuqishme për muslimanët nga ana e Allahut të plotfuqishëm, sepse pas një kohe jo shumë të gjatë do çlirohet Mekja, madje në një mënyrë që nuk e kanë paramenduar muslimanët, do çlirohet paqësisht, pa pas nevojë me zhvillu luftë. Prandaj me tekbire 10.000 ushtar hyjnë dhe çlirojnë Mekën me lejen dhe mendimin e Allahut, sikurse do ta shohim inshallah taala kur t'i vijë radha. Allahu vazhdon të thotë: "Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubi al-mu'minin." Është Allahu ai i cili e ka zbritur qetësinë shpirtërore në zemrat e besimtarëve. Pra Allahu tash po e tregon edhe po e shpërfaq realitetin e asaj që e kanë përjetuar muslimanët kur është arrit kjo marrëveshja e Hudejbiyes, e që shumica prej tyre kanë qenë të pakënaqur. E kemi treguar rastin kur pasi që është nënshkruar marrëveshja nga ana Muhammed Mustafas alayhi salatu wasalam dhe përfaqësuesit të Paris Mekase, pakënaqësia ka qenë publike nga shumica e sahabëve, saqë kur i ka urdhëruar pas kryerjes së marrëveshjes, edhe ju ka thonë: "O musliman, tash ne duhet të lirohemi nga ihramat, nga njeti që i kemi bërë për umre, edhe duhet ti ruajmë apo ti shkurtojmë flokët, si një ritual që bëhet gjatë kryerjes së umrës dhe të haxhit, dhe ti therim kurbanat ata që i kanë me vete, sepse jo të gjithë kanë pas mundësi, gjithë sahabët kanë hesht. Asnjë prej tyre nuk e ka përformuar urdhën e pejgamberit Zotit alayhi sallam. Po herë të parë ka ndodhur një gjë e tillë. Jo nga kundërshtimi i profetit Zotit, po nga pakënaqësia e arritjes së kësaj marrëveshje, sepse sahabët janë nisë për shpirtshëm me kry umrën,
janë përmallu për qabe, edhe kur është prish plani, ata janë thy në emocione, ndjenja. Sa që Ummu Seleme i ka thonë, o profeti Zotit, pasi që pejgamberi Allahut e ka shpreh si shqetësim, i ka thonë, ja Ummu Seleme, oj Ummu Seleme, thot, çudi me sahabët, ju thash me i prej flokët ose me i shkurtu, edhe me i thirr kurbanat, asnjëri prej tyre nuk lëvizi. Te ja Rasulullah, dil tha ti veproje i pari, pastaj gjithë do ta bëjnë një gjë të tillë. Edhe kështu edhe veproi. Doli i pari pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, i ruajti flokët e tij, edhe e theri kurbanin e tij për më u liru pe ihramit dhe për niyetit të umrës. Pastaj gjithë sahabët u ngritën edhe e bën të njëjtën gjë. Pra, sahabët kanë pas pak kënaqësi të madhe. Ju ka trazu shpirti. Allahu po thot, huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allahu është ai i cili pas kësaj që ndodhi, pas kësaj pak kënaqësie nga ana e sahabëve, e zbriti qetësinë në zemrat e tyre. Për çfarë arsye? Liyazdadu imanan ma imanihim, për të forcuar besimin e tyre, për ta forcuar imanin e tyre, dhe ky është një argument që imani paksohet dhe shtohet. Pra, imani ka mundësi që të paksohet me gjunahe dhe shtohet me sevape. Prandaj Allahu ka dashur që ta fuqizoj imanin e sahabëve pas sa ngjarje madhështore të marrëveshjes së Hudejbjes, e cila në shikim të parë është pas si diçka jo e mirë për muslimanët, si humbje, por në përbërje dhe në realitet ka qenë fitore e madhe dhe çlirim i madh nga ana e Allahut për ta. Walillahi junudu as-samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima, e padyshim se Allahu ka ushtar në qiej e në tokë, e Allahu është i gjithdijshëm i absolut dhe i urtë i absolut. Shikoni, Allahu ka përmend këtu, pasi që e ka përmend qetësinë në shpirtat e muslimanëve, që e ka zbrit në zemrat e tyre, e ka përmend faktin që Allahu ka shumë ushtar. Pse? Allahu ka dashur me tregu që një prej ushtarëve të Allahut është qetësia shpirtërore. Madje një prej ushtarëve më të fuqishëm të Allahut, kur don me ndihmu një muslimani, një besimtari, është kur ja çon ushtarin më të fuqishëm të brendshëm, që është qetësia shpirtërore. A keni pa në herë mund me pas krejt mirat e dunjas, mund me pas fuqi, mund me pas autoritet, mund me pas pushtet, mund me pas edhe shëndet, ama nëse s'kemi qetësi në shpirt, nëse s'kemi paqe me vetveten, jemi njerëz të mjerushëm. E Allahu ka dashur që përmes ushtarit të qetësisë shpirtërore me i qetësu zemrat e besimtarëve. Edhe kësaj ka ndodhur, e ka zbrit qetësinë në zemrat e tyre, edhe e kanë kuptuar që ajo që ka ndodhur përmes kësaj marrëveshje ka qenë në dobi të muslimanëve. Pastaj Allah vazhdon të thotë: "Liyudkhila al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha." Allahu këtë ka bërë, pra këtë ndërhyrje, këtë përkrahje që ja u ka dhënë muslimanëve përmes kësaj marrëveshje, përmes kësaj fitore, e ka bërë që ata të futen, pra besimtarët dhe besimtarët e Zotit, të futen në xhenetet e Allahut, nën të cilat rrjedhin lumenje, dhe në të cilat do të jenë përjetësisht, wa yukaffir anhum sayyi'atihim, dhe në anën tjetër për t'i asgjësuar mëkatet e tyre. Nga se edhe sahabët kanë qenë njerëz, ka pas për tyre që kanë pas mëkate. E Allah përmes disa veprimeve të ndërmarra ka bërë që zemrat e tyre të pastrohen nga mëkatet, por edhe gjymtyrët e tyre të jashtme, si një mundësi e artë e shpërlarjes nga gabimet dhe nga mëkatet eventuale, dhe e fuqizimit të imanit tyre. Wa kana dhalika inda Allahi fawzan azima, e padyshim se kjo është fitore e madhe tek Allahu. Pra Allahu e ka pa fitore të madhe. Marrëveshjen e Hudejbjes, që është arrit mes muslimanëve dhe jo muslimanëve, një herët edhe qetësinë shpirtërore që e kanë përjetuar sahabët pas kryerjes së marrëveshjes, e ka quajtur edhe fitore të madhe, sepse pas kësaj do të vinë fitore të radhës, do të vjen çlirimi i Khayberit si hariç nga ana e Allahut për muslimanët, dhe përfundimisht do të vijë çlirimi i Mekës si fitore kulmore pas gjithë atyre fitoreve të zhvilluara më parë. Wa yu'adhib al-munafiqina wal-munafiqat wal-mushrikina wal-mushrikat. Një herë kjo që ka ndodhur, pra kjo marrëveshje ka qenë edhe azab për munafiqët meshkuj dhe munafiqet femra, wal-mushrikina wal-mushrikat, edhe për mushrikët idhujtarët meshkuj dhe idhujtarët femra, adh-dhannina billahi dhanna as-saw. Ata të cilët menduan për Allahun me mendim të keq, sepse kishin menduar që muslimanët nuk do të fitonin, kishin menduar që muslimanët do të humrin
nga kjo që po ndodh. Edhe kur muslimanët kanë dalë për me kry umrën, edhe kur muslimanët e kanë arrit marrëveshjen e Hudejbjes, një marrëveshje krejtësisht spontane, ata e kanë trajtuar si humbje për muslimanët, por realisht ka qenë fitore. Dhe çdo ndodhi që ndodh mes të vërtetës dhe të pavërtetës, mes bartësve të së vërtetës dhe bartësve të së kotës, të mirët përjetojnë kënaqësi, qetësi, zhvillim dhe përparim, të këqinjit përjetojnë mëri, përjetojnë pakënaqësi, idhësi edhe dështim. Kështu ka ndodhur edhe me mushrikët dhe me munafikët gjatë kësaj ngjarje madhështore për muslimanët. Alehim dairatu saw. Allahu thot, kjo e keqe do t'ju kthehet atyre. Atë që ata e kanë ndjell, atë që ata e kanë menduar për Allahun, për mendimet e këqija, ajo do t'i zë ata. Pikërisht për shkak të qasjes gabuar që e kanë pas në raport me Allahun e Madhërisëm. Nga se në raport me Zotin duhet të kemi mendimet më të mira. E nëse dikush mendon keq për Allahun, do ta dëmtoj veten me të. Allahut as pak nuk i bën dëm, por i bën vetvetes tij nëse mendon kësaj për Zotin. Dhe çfarë ka pasuar pas kësaj? Sepse mendimet e këqija për Allahun kanë pasoja të rënda. Allahu nuk e meriton që dikush më mendoj keq për të. Thot Allahu, wa ghadiba Allahu alehim. Përpos që kjo e keqe do t'ju kthehet atyre, Allahu e ka shpërfaq urrejtjen e tij ndaj kësaj kategorie të idhujtarëve dhe të munafikëve. Wa la'anahum, edhe i ka mallkuar Allahu. Wa a'adda lahum jahannam, edhe për ta ka përgatitur zjarrin e xhehenemit. Wa sa'at masira, e sa vend banimi keq që është ai, pra zjarri i xhehenemit. Walillahi junudu as-samawati wal ard, wa kana Allahu azizan hakima. E pa dyshim se Allahut i takojnë, apo Allahu ka ushtarë shumë në qiell dhe në tokë, wa kana Allahu azizan hakima, e Allahu është i plot fuqishëm dhe i urtë absolut. Pra, kur foli për qetësinë, e trajtoi si ushtar ndihmues. Kur foli për zjarrin e xhenemit, e trajtoi si ushtar shkatrues, sepse zjarri i xhenemit është një prej ushtarëve të Allahut, që në këtë rast e përdor për t'i ndëshkuar armiqtë e tij. Pastaj vazhdon Allahu dhe thot: Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Ne të dërguam ty o Muhammed si dëshmitar, si përgëzues dhe si qortues. Si dëshmitar i të vërtetës absolute, si përgëzues, si hariques për të mirat e realitetit absolut që Allahu ka përgatitur për ne, edhe për cilat na tregon përmes Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, por edhe si qortues ndaj atyre që i kalojnë kufit e Allahut të Madhërisëm, pra me qortim dhe disimi. Li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. E gjithë kjo, thot Allahu, ndodh në mënyrë që ju t'i besoni Allahut dhe të dërguarit të Allahut, dhe ta përkrahni e ta respektoni të dërguarin e Allahut, e ta madhëroni veçanërisht Allahun e Madhërisëm në mëngjes e në mbrëmje. Innal ladhina yubayi'unak, inma yubayi'un Allah. Tash Allahu po tregon për atë që ka ndodhur për bej'atur ridwan, për besatimit të plot apo për pajtueshmërisë së plot nga gjithë pjesëmarrësit në këtë marrëveshje, ku gjithë e kanë dhënë besën shpirtnisht me besnikëri të thellë se nuk do të dezertojnë nga kjo iniciativë dhe nga kjo ekspeditë e detyrueshme nëse ata do detyroheshin me luftu me banorët e Mekës. Allahu thot, ata që të zotohen ty, pra që ta japin besën ty, në të vërtetë ata i zotohen Allahut. Kushdo që ja ka dhënë besën Rasulullahut, realisht ja ka dhënë besën Allahut. Edhe ne sot, kur ja japim besën Rasulullahut, alayhi salatu wassalam, se do ta besojmë, do ta pasojmë Kur'anin dhe sunetin e tij, realisht ne i japim besën Allahut. Ky është zotim ndaj Allahut, sepse çdo zotim ndaj Rasulullahut realisht është zotim ndaj Allahut, sepse pasimi i Rasulullahut realisht është pasimi i Allahut. Me yuti ar-rasula faqad ata Allah. Allah thon Kur'an, kush e pason, kush i bindet Rasulit të dërguarit të Allahut, realisht i bindet Allahut, nga se ai i përfaqëson urdhrat e Allahut në tokë. Ai e përfaqëson legjislacionin e përcaktuar nga ana e Zotit në tokë. Ai është i dërguari i Allahut. Dhe çdo shkelje e urdhrave të dërguarit të Allahut realisht është shkelje e urdhrave të Allahut. Yedullahi fawqa aydihim, dora e Allahut është mbi duart e tyre. Për momentin kur ata i kanë zgjatur duart, edhe kanë dhënë besën e thellë dhe të sinqertë
se nuk do të dezertojnë, nuk do të dështojnë, nuk do ta kundërshtojnë pejgamberin e Allahut, le ta dinë mirë se dora e Allahut, pra përkrahja e Allahut, fuqia e Allahut, ndihma e Allahut është mbi ta. Për aq sa ata të jenë sinqert me Rasulullahun, për aq edhe Allahu do t'i mirë trajtoj ata. Femen nekethe fe innema yankuthu ala nafsi. Andaj kushdo që e thyen këtë zotim, realisht ai e dëmton vetveten e tij. Kushdo që e thyen ndonjë zotim ndaj Allahut apo ndaj Rasulullahut, realisht e dëmton vetveten e tij. Nuk e dëmton as Allahun, as Rasulullahun, as Islamin, as kauzën islame, por e dëmton vetveten e tij. Wa man awfa bima ahada alayhi Allah, fasayutihi ajran azima. E kushdo që e mban besën, e kryen zotimin ndaj Allahut dhe ndaj Rasulullahut, ashtu siç Allahu urdhëron dhe ashtu siç pejgamberi i tij na mëson, alayhi salatu wassalam, atë le ta di mirë se për të Allahu ka përgatitur shpërblim të madh. Se yaqulu laka al-mukhallafuna min al-a'rab. E tani do të vinë o Muhammed, Allahu po i tregon pejgamberit ton dashur, pas gjithë asaj që ka ndodhur pe marrëveshjes së Hudejbes, dhe po i thot, do të vinë tani disa dezertor, disa që nuk kanë pranuar me ardhmë me ty kur ti i ke ftu me shku dhe me kry umrën fillimisht. Edhe janë arsyetu, me çfarë arsyetime? Shaghalatna amwaluna wa ahluna. Na u preokupum, patëm punë me çështje familjare dhe me çështje materiale. Pra na u preokupum me pasuritë tona dhe me familjet tona, s'patëm mundësi me t'u bashkangjit ty. Arsyetime që çdo herë i dëgjojmë. Por kur thret kauza islame, nuk është arsye as familja as pasuria. Kur thret pejgamberi i Allahut, kur thret lideri, kur thret kushtrimi për luftë apo për paqe, për çfarë do organizimi, e kemi obligim me dëgju dhe me pasu, edhe mos me gjetë arsyetime të kota sikur se kanë gjetë munafiqët e Medinës. E Allahu tash po e parapërgatit dhe po i thot pejgamberit ton dashur, o Muhammed, tash ku të kthehesh ti pas kësaj marrëveshje, kalmetar ty, munafiqët, dezertor që kur ti i thirre, kur ti i ftove për me marr pjesë në këtë iniciativë madhështore, ata gjetën arsyetime, edhe kanë me të thonë ty, na patëm arsye që s'erdhëm, se kur kanë me pa që Muhamedi ka më kthy me marrëveshje, muslimanët kanë më kthy me fitore, ata normalisht që kanë më mërzit mbretërinë e tyre, e njaftësinë e tyre, ata kanë me u arsyetu. E çka kanë me thonë? Kanë me thonë, na kem të zanën me çështjet familjare dhe me çështjet tregtare, me çështjet materiale, sikur se thonë shumë për njerëzve sot, jeta po lyp, jeta po lyp, s'kam kohë më u fal, s'kam kohë me praktiku urdhrat e Kuranit dhe të Sunetit. Jeta po kërkon, familja po lyp, fëmia nuk po të pyet, pse nuk kanë pas familje pejgamberët, as ka pas Muhammed Mustafa alayhis salam nevoja familjare dhe materiale, padyshim që po, ka pas familje të madhe, ka pas përgjegjësi të shumta, ka pas nevoja të mëdha, në shumë raste s'ka pas çka me ngranë, ka pas ushqim të pamjaftueshëm në shtëpi, me mujtë të tëra nuk është zirë në shtëpinë e tij. Por megjithatë, kur thret ideali, kur thret kauza, s'ka arsye ti mas familjare as material. Prandaj ata do të vinë dhe do të thonë ti o Muhammed, fastaghfir lana, kërko falje tek Allahu për neve. Si një lloj arsyetimi dhe shfaqësimi nga ana e tyre. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Prapa dhe kur e thonë këtë Muhammed, edhe kur arsyeton, e shfaqëson, madje edhe kur kërkojnë që ti me kërku falje tek Allahu për ta. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. E kanë thjesht fjalë goje, nga se në zemrat e tyre realiteti është krejtësisht tjetër. As edhe kërkimin e faljes nuk e kanë sinqert, por thjesht e kanë mbulesë para tjerëve, se kinë se po ndihen keq që s'kanë marrë pjesë, se kinë se janë bë pishman, se kinë se do të kishin marrë pjesë sikur se ta dinin që si ka qenë realiteti. Por Allah o thot që një gjë e tillë është thjesht shtirje nga ana e tyre dhe e thon për syre ta. Qul faman yamliku lakum min Allahi shay'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'a. Thuaj u atyre, në momentin që ty të shfaqsohen kësaj dhe të arsyetohen në këtë mënyrë, ti thuaj u atyre, kush ka mundësi me u largu, me u vetë përjashtu, qoftë prej dëmit të përgjithshëm apo prej dobisë së përgjithshme? Askush. Pra sado që ju të mendoni se keni shpëtu prej kësaj që po mendoni që ke shpëtu, dëmi ju ka kaplu. Pra dëmi i këtij dezertimi, i kësaj tradhtie që ju i keni bë, juve ju ka përfshi. Mos mendoni që mundi me shpëtu.
Pasojat do t'i përjetoni. Ashtu siç nuk mund të vetë përjashtohet nga mirësia dikush që e përkra urdhën e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Ashtu siç s'ka mundësi dikush me dal prej mirësisë së veprës së qelluar, s'ka mundësi me dal dikush prej fatkeqësisë dhe prej pasojave të veprës së gabuar. Bel kana Allahu bima ta'maluna khabira, përkundrazi Allahu është hollësisht i informuar për atë që ju veproni. Bel dhanantum alla yanqaliba ar-rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abadan, madje thot Allah për shpërfash brendin e munafikëve, realitetin e brendshëm tyre se si ata kanë qenë të bindur që Muhamedi dhe muslimanët nuk kanë më kthy më në shtëpitë e tyre. Kanë me i vra mushrikët e Mekës. Bel dhanantum alla yanqaliba ar-rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada, keni mendu dhe keni qenë të bindur që ata kur mos kanë më kthy në shtëpi. Dëgjall, wa zuyyina dhalika fi qulubikum, e madje këtë e keni pasur të zbukuruar, këtë bindje e keni pasur të fuqishme dhe goxha të zbukuruar në zemrat tuaja. Wa dhanantum dhanna sawi, edhe keni menduar shumë keq, sepse ky mendim realisht është tradhti ndaj Allahut dhe tradhti ndaj Resulullahut. Ky mendim tregon se ata nuk kanë pas fare besim në zemrat e tyre, sepse po të ishin besimtarë të sinqertë dhe të fuqishëm në Allahun e Madhërisëm si Zot dhe në Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam si pejgamberi i tij, atëherë ata nuk do të kishin kësi bindje të gabuara dhe të këqija. Përkundrazi do të kishin bindje të më të mira. Prandaj Allah thotë: "Wa kuntum qauman bura", e për shkak se ju keni menduar kaq keq, keni përfunduar si popull i shkatrum. "Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi, fa inna a'tadna lil kafirin sa'ira", prandaj këto bindje Allah i ka trajtuar si mosbesim, si kufër, edhe ju ka thonë kushdo që nuk e beson Allahun dhe Rasulullahun, edhe pse ata publikisht kanë thonë se jemi besimtarë të Allahut, publikisht kanë thonë munafik se jemi pasues të Rasulullahut alayhis salam. Mirë po, ajo që deklarohet, a është dëshmi edhe a është argument për me qenë dikush besimtar? Jo. Ajo që kemi në brendit tona, në zemrat tona, normalisht në të rast, neve nuk na lejohet me parajgjuku atë që e deklaron dikush, sepse s'kemi qasje në brendit e njerëzve, në zemrat e njerëzve, por Allahut i lejohet me shpërfaq realitetin e tyre. Prandaj Allahu po tregon qartazi dhe prerazi se ata realisht s'kan qenë besimtar fare, as në Allahun për Zot, as në Resulullahun për pejgamber. E Allahu po thot për këtë kategori njerëzish që publikisht thonë se janë besimtar, por realisht në brendin e tyre nuk janë besimtar, ne kemi përgatitur për jo besimtarët zjarrin e tmerrshëm xhehenemit dhe shumë të fortë. Walillahi mulku s-samawati wal ard. Allahut i përket sundimi i qive dhe i tokës. Allah në farformën dëshiron me avon me dija atyre që ju nëse nuk besoni, mos mendoni që i paksoni diçka prej sundimit të Allahut. Absolutisht jo. Allahu e ka nën sundim ti. Çdo gjë që ka në qiejt e Allahut, në 7 palë qiej, e në 7 palë tokë, krejt janë të Allahut. Edhe asgjë nuk e pakson nëse ju nuk e besoni. Yaghfiru limen yasha, Allahu e fal atë që do, wa yu'adhibu man yasha, edhe ndeshkon atë që do. Kë fal Allahu? Atë që sinqerisht e kërkon faljen, pendimin e sinqert. E kë ndeshkon Allahu? Atë që nuk e kërkon sinqerisht faljen dhe pendimin. Atë që tregohet krejlart, mendje madh në raport me Zotin e Madhërisëm. Wa kana Allahu ghafurur rahima, e padyshim se Allahu është falës i madh dhe është mëshirëplot. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. Tash këshilla e dytë nga ana e Allahut për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam pas arritjes së marrëveshjes së Hudejbes është kjo. Do të vinë dezertorët, ata që smorën pjesë në këtë ekspeditë, në këtë aksion. Dhe do të thonë se prej një luftës që ju e keni përfituar, dhe gjitha prej tjera paraprake, duhet t'i ndani me ne. Dharuna nattabi'ukum, na lejoni që t'ju pasojmë juve, t'ju ndjekim juve. Allahu thot: yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Ata dëshirojnë që fjalën e Allahut, pra vendimin e Allahut me ndryshu. Cili ka qenë vendimi i Allahut? Vendimi i Allahut ka qenë që ata që kanë dezertuar, ata që s'kan marrë pjesë, nuk ju takon asgjë prej së luftës, prej plashkave të luftës, prej pasurive të luftës, sepse nuk e meritojnë. E këta për shkak të dashurisë së madhe dhe për shkak të lidhjes së fuqishme me gjërat materiale, ju kanë thonë muslimanëve, na lejoni edhe ne me marr pjesë për këtyre që ju keni përfituar. E na lejoni edhe ne ju ndjek juve tash mbas, me qenë me ju. Qul lan tattabi'una
Kadhalikum qala Allahu min qabl. Thuaj ju atyre Muhammed, ju nuk do të na ndiqni neve, sepse nuk e meritoni. Kjo ka qenë fjala dhe vendimi më i hershëm i Allahut dhe kjo do të mbetet. Fasayquluna bal tahsudunana. Në momentin që ti do t'ju thuash kësaj që ju nuk keni të drejtë na ndiqni neve, të merrni pjesë me ne sepse ju keni dezertuar në fillim. Pse dezertuar në fillim? Ju e dëshmuat që nuk jeni të sinqertë dhe dëshmuat që nuk e meritoni asnjë prej së luftës. Atëra ata çfarë do të thonë? Allahu po e shpërfaq realitetin e tyre të brendshëm. Bel tahsudunana. Ju nuk po lejoni që na më marr pjesë me ju, edhe na mos më marr pjesë në plaçkat e luftës, sepse ju na xhelozoni neve. Shikoni arsyetimin e tyre. Bel kanu la yafqahuna illa qalila. Ata realisht Allahu nuk kuptojnë vetëm se shumë pak, sepse ata nuk dëshirojnë që të kuptojnë shumë. Qul lil mukhallafina min al-a'rab, tash po mëson Allahu Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam, çka më ju thon këtyre dezertorëve prej beduinëve. Satud'auna ila qaumin uli ba'sin shadid. Do të ftoheni që të luftoni përballë një populli shumë të fuqishëm. Tuqatilunhum aw yuslimun. Ose do t'i luftoni ata, ose do të dorëzohen ata. Pra nuk do të zhvillojnë luftë. Fa in tuti'u yu'tikum Allahu ajran hasana. Në qoftë se ju bindeni dhe e pasoni Muhammed Mustafa, realisht urdhrin e Allahut dhe të Resulullahut alayhi salam, atëherë Allahu për juve ka përgatitur shpërblim të mirë. Wa in tatawallaw kama tawallaytum min qabl. Por në qoftë se ju zbrapseni, dezertoni, sikurse jeni zbrapsur dhe keni dezertuar më herët, të është fjala për shlirimin e Khajberit që Allahu duke e para përgatitur terrenin, si një paraqlirim i çlirimit Mekës. Yu'adhibkum 'adhaban alima. Atëherë Allahu do t'ju ndëshkojë me një ndëshkim dhëmshëm. Lejsa 'ala al-a'ma harajun, tash po e bjerë Allahu përjashtimin. Mos me ilon hapësirë dikuj me mendu edhe mu arsyetu prapë edhe me thonë kemi qenë shumë të zonën me çështjet familjare, me çështjet tregtare, me çështjet materiale. Edhe Allahu thot: "Lejsa 'ala al-a'ma harajun, wala 'ala al-a'raj harajun, wala 'ala al-marid harajun." Nuk është mëkat mos me dalë luftë për atë që është i verbër, për atë që është i qalë dhe për atë që është i smur. Pra Allahu po e bën me dije çasaj kategorie të munafikëve. Dhe po ju thot, nëse është dikush që ka me pas arsye mos me dalë në luftë apo në këtë ekspeditë që do të ndërmerret pjanës muslimanëve me urdhër të Allahut, është vetëm ai që është i verbër, i hendikepuar, edhe ai që është i smur, ka smundje momentale që s'mundet me dalë në luftë. Dhe Islami nuk lejon që dikush me u dëmtu apo me shku kot, me dhënë jetën kot. Por të tjerat e kanë obligim me dalë edhe me luftu. Wa man yuti Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin. Kushdo që i bindet Allahut dhe Rasulit, Allahu do ta fusë në xhennete, tajri min tahtiha al-anhar, në të cilat rrjedhin lume të shumt. Wa man yatawalla yu'adhibhu 'adaban alima. Kushdo që zbrapset, kushdo që kundërshton, kushdo që ja kthen shpinën urdhrit të Allahut për këtë ekspedit, atëherë Allahu do ta ndëshkojë me dëshkim të fuqishëm. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara. Ndërkaq o Muhammed, ndaj atyre që ty ta dhanë besën, ndaj atyre që e përmbushën zotimin ndaj Allahut nën pemë, për kur është bë bejatu ridwan, apo besatimi i pajtueshmërisë së plotë dhe të përgjithshme nga gjithë sahabët pjesëmarrës nën pemë në pranitë e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Le ta dinë mirë se Allahu është i kënaqur ndaj tyre. Pra Allahu këtu e ka treguar kënaqësinë e tij hynore ndaj kësaj kategorie shembullore njerëzore sikurse ishin pjesëmarrësit nën pemë pra para marrëveshjes së Hudejbjes. Allahu ka bërë me dije gjithë atyre sahabëve të nderuar që kanë marrë pjesë për 1500 prej tyre se Allahu është i kënaqur ndaj jush për gatishmërinë që ju keni treguar, për besnikrinë e plotë që ju e keni shpërfaq ndaj profetit Zotit sallallahu alaihi wasallam në momentin kur ju jeni zotu që nuk keni me zbraps, nuk keni me braktis dhe deri në frymën e fundit keni me luftu. Fa'alima ma fi qulubihim. Allahu e ka ditë mirë se çfarë keni pasur në zemra. Fa anzala as-sakinata alayhim. Prandaj Allahu e ka zbritur qetësinë në zemrat e tyre. Wa athabahum fathan qariba. Edhe i ka shpërbyer Allahu me një fitore shumë të shpejtë apo me një fitore të afërt. Cila fitore? Çlirimi i Khajberit, i kështjellës së Khajberit që do ndodh shumë shpejt. Wa maghanima kathira. Edhe Allahu do t'ju jep juve prej
presë luftës apo për plaçkave të luftës, për pasurive të luftës që janë të shumta, ya'khudunaha, që ata do t'i marrin, do t'i gëzojnë ato. Wa kana Allahu azizan hakima, e padyshim se Allahu është i plot fuqishëm dhe është i urtë absolut. Wa'adakumullahu maghanima kathira. Allahu ju ka premtuar juve pasuri të shumta pra për plaçkave të luftës. Ta'khudunaha, që ju do t'i merrni, do t'i gëzoni, do t'i shfrytëzoni. Fa'ajjala lakum hadhihi, për këtë Khayberit Allahu ka përshpejtuar si harish edhe si shpërblim për ju. Wa kaffa aydiyan nasi ankum, edhe ju ka mbrojtur juve nga duart e njerëzve, pra nga dëmtimet e të tjerëve. وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, dhe një herë që ky shtrim të jetë argument nga ana e Zotit për ju o besimtar që ju dyshuat se ajo marrëveshje ishte ndonjë muslimanëve. Prandaj shtirimin e Khayberit Allahu do t'ja jep juve si hariç, si ndihmë ekskluzive dhe si qetësi shpirtore për ju, që ta kuptoni një herë për gjithmonë se Allahu çdo herë është me ju, edhe çdo vendim nga ana e Allahut dhe nga ana e Rasullullah është me urtësi plot dhe hynore. Dhe për t'ju përforcuar juve në rrugën e drejtë. Wa ukhra lam taqdiru alayha qad ahata Allahu biha, por dhe prej të tjera të cilat ju nuk keni pasur fuqi t'i merrni, që keni planifikuar, por Allahu s'ja ka bëj juve risk me i marr. Wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira, padyshim se Allahu mbi zotron çdo gjë dhe ka fuqi mbi çdo gjë. Walau qatalakum alladhina kafaru lawallaw al-adbara thumma la yajiduna waliyan wala nasira. Edhe sikur ata që nuk besuan t'ju luftonin juve, pra të merrin në guxim që juve me ju luftu, me u ballafaqu me ju, ata do të munden, pra do të thyen, do të humbasin dhe do të kthehen prapa. Pastaj nuk do të gjejnë as mbrojtës e as ndihmës, sepse është Allahu ai i cili e fitore dhe është Allahu ai i cili garanton ndihmë. Dhe këtë e bën vetëm për muslimanët, për besimtarët e tij të sinqertë. Sunnat Allahi allati qad khalat min qabl. Ky është ligji i Allahut që ka ndodhur edhe më herët, që Allahu e ka paracaktuar shumë herët. Walan tajida li sunnati Allahi tabdila, e ligjin e Allahut nuk mund ta ndryshojë askush. Wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum. Edhe Allahu është ai i cili i ka penguar duart e tyre ndaj jush, pra dëmtimin nga ana e tyre ndaj jush. Wa aydiyakum anhum, edhe juve ju ka kursyer Allahu për mos me zhvilluar luftë ndaj tyre. Pra ju nuk i keni dëmtuar ata sepse s'keni pas nevojë me zhvilluar luftë, për shkak të fuqisë Allahu ju ka dhënë. Bi batni Mekkete, në brendin e Mekës. Pra kur është bë apo kur do të bëhet shtrimi i Mekës, pa luftë, mirë parësore. Min ba'di an adhfarakum alehim, pasi që ju dha fitore kundër tyre, e Allahu mbikëqyr ato që ju punoni, wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Humul ladhina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram. Jo besimtarët janë ata të cilët mohuan të vërtetën absolute dhe ju penguan juve nga Qabe, nga Mesjidul Harami. Wal hadiya ma'kufan an yablugha mahilla, edhe ju penguan juve që qurbanat e juaj që ju do t'i therrni të arrinin vendin e duhur. Walau la rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minat, e po të mos ishin burrat besimtar dhe gratë besimtare. Lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibukum minhum ma'arratun bighayri ilmin. Ju nuk do t'i dinit e do t'i sulmonit duke mos ditur, dhe me mbikëqyrjen apo realisht me mbytjen e ndonjëri prej tyre do të turproheshit. Por Allahu juve ju dha leje që të hynin Mekë si qëllimtar. E Allahu këtë e bëri për të marrë Allahu për t'ju kapluar juve me mëshirën e tij atë që do prej jush. Dhe sikur të ishin të ndarë, ne do t'i dënonim me një dënim të rëndë, pra sikur muslimanët ishin të përqarë mes vete në këto ekspedite, në këto aksione, atëherë Allahu do t'i ndëshkonte ata dhe ata që nuk kishin besuar prej të tjerëve, me një dënim të dhëmshëm. Idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyya, tashtu Allahu po tregon se si jo besimtarëve Allahu, me qenë se ata kanë pas zili të mbrëmshme, smirë të madhe, Allahu ka leju që ajo mi u trash atyre. A ke pas ziliqari, që ose nuk ndërmerr masa ndaj vetes, vetëm shkon edhe i shtohet kjo zili, kjo smundje shumë e egër dhe shumë e keqe e brendshme. Hamijet el jahilije, që Allahu ka quajtur si zili ignorante. Fa anzala Allahu sakinatahu ala rasuli, por Allahu e ka zbritur qetësinë e tij tek pejgamberi i tij, wa ala almu'minin, tek besimtarët e tij, wa alzamahum kalimat at-taqwa, edhe i ka përforcuar me fjalën e devotshmërisë, me fjalën la ilaha illa Allah. Wa kanu ahqqa biha wa ahlaha, sepse ata kanë qenë më meritor për këtë fjalë
dhe ata kanë qenë bartësit e denjit të kësaj fjale, pra të sinqertit për besimtarëve që i kanë pranuar, kanë besuar këtë fjalë, edhe i kanë aplikuar mesazhet e kësaj fjale. Wa kana Allahu bi kulli shay'in alima, e padyshim se Allahu është i gjithdijshëm për çdo gjë. Edhe në fund tash Allahu po tregon, laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Allahu përmes kësaj marrëveshje, përmes këtij çlirimi që ka ndodhur, e ka vërtetuar ëndrrën që e ka pa Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam, që do të hyjë në Mekë edhe do ta performojnë umrën së bashku me shumë prej sahabëve të tij, realisht 1500 prej tyre. Po kjo ka ndodhur vitin e ardhshëm dhe ka ndodhur me një fitore të madhe. Allah po e konfirmon këtë dhe po thotë: "La tadkhulunna al-masjid al-haram insha Allahu aminin." Se do të hyni në Mesjidul Haram në Qabe të sigurt, aminin, muhalliqina ru'usakum wa muqassirin, disa prej jush me flokë të ruajtura e disa prej jush me flokë të shkurtuara, siç është edhe ritual, shumë më sevap me i rru e më pak sevap me i shkurtu. O muqassirin la takhafun, dhe nuk keni frikë as pak kur ju e kryni këtë të hyrja, apo kur hyni në Mekë si çlimtar, sepse Allah ju ka marrë përsipër juve me siguri. Fa alima ma lam ta'lamu, Allahu e diti shumë mirë atë që ju nuk e ditët. Atë që ju nuk e dinit, por Allahu e dinte, atë që ju nuk mund ta paramendonit, madje edhe e kundërshtonit, Allahu e bëri realitet shumë shpejt. Fa ja'ala min duni dhalika fathan qariba, e madje paraprakisht Allahu juve ju ndihmoi me një çlirim që ishte çlirimi i Khajberit. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda, është Allahu ai i cili ka dërguarin e tij me udhëzim të qartë, wa dinil haqq, edhe me fe të vërtet, li yudhhirahu ala ad-dini kulli, për t'i dominuar të gjitha fejet. Me çka? Me argument, me dëshmi, me provë. Prandaj Islami çdo herë është dominant. Me çka? Me luftë? Jo, me armë as pak, por me argument. Vërtetësia hynore kuranore është e pamposhtur, është e pademantuar. Prandaj nuk ka fuqi botërore që mundet apo që do të mund në të ardhmen ta mposhtë, ta demantoj fuqinë e fjalëve të Allahut dhe të sunetit Rasulullahut sallallahu alaihi wasallam. O kafa billahi shahida, mjafton Allahu për dëshmitar. Muhammedun Rasulullah, Muhamedi i dërguari i Allahut, walladhina ma'ahu ashiddau 'ala al-kufar, edhe ata që e besuar dhe e pasuar Muhamedin janë krenar kundër kufarve, kundër jo besimtarve, ruhama'u bainahum, të mëshirshëm mes tyre. Tarahum ruk'an sujada, i shehat teksa bin në ruku dhe në sejdë, yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, teksa e synojnë mirësinë dhe kënaqësinë e Allahut. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, i sheh shenjat në fytyrat e tyre nga sejdët që ata i bojnë pra gjatë namazeve tyre. Dhalika mathaluhum fi at-Tawrat. Ky përshkrim është përshkrimi që ka bërë Allahu besimtarve, konkretisht pasuesve të Muhammed Mustafas, akhiri zamani, neve në Tevrat. Wa mathaluhum fi al-Injil, ndërka që përshkrimi i tyre në Injil është kësaj: ka zar'in akhraja shatta'u fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihim al-kuffar. Sikur sa ajo fara, ai sythi, bima që mbillet, e fillon të zhvillohet, e drejtohet, e buqet, e aq e bukur bëhet, aq shumë fryte jep, sa që thot edhe bujku çuditet me këtë madhështi. Ata që e kultivojnë, pra ata që merren me blegtorie, me bujqësi, e shohin përse afërmi fuqinë e Allahut, mënyra se si zhvillohen krijesat e Allahut, ato bimore dhe ato shtazore, kënaqen bujqit, edhe blegtorët. Allah thot, kësaj kënaqen edhe muslimanët kur i shohin zhvillimet e tyre, shpirtërore edhe materiale. Dhe në fund Allah thot: wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilu s-salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. E Allahu padyshim që ju ka premtuar besimtarëve të tij, edhe atyre që kanë punuar dhe kanë vepruar konform besimit tyre të sinqert, se ndaj tyre do të ketë falje të madhe prej Allahut Madhërisëm dhe shpërblim madhështor. E di që u zgjat pak, por nuk kisha mundësi me leju që me na ik ndonjë ajet pa e komentu spaku sipërfaqësisht, në mënyrë që me kuptu madhështinë e fjalëve të Allahut Madhërisëm, edhe në mënyrë që me kuptu që çdo aksion që është ndërmarr, çdo organizim nga ana Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët e tij ka qenë në dobi dhe në të mirën e përgjithshme të muslimanëve, ndonë se në disa situata, disa për muslimanëve e ka menduar të kundërtën. Kështu ndodh edhe me ne sot, sepse realiteti praktik tregon se kur ne thrasim përmes fjalëve të Allahut në Kur'an dhe përmes traditës së Muhammed Mustafas alaihi sallam, disa për muslimanëve mendojnë se nuk është koha për këtë, nuk është koha për atë, por ajo që ka garantuar Allahu është dhe herë fitore për muslimanët. Thjesht duhet me i dëgju edhe me i pasu liderët fetar, por pse edhe shtetëror, nëse i kemi të shëndosh, nëse i kemi me parime të shëndosha,
në mënyrë që ne bashkarisht, kolektivisht, që të ecim përpalla edhe të zhvillohemi, nga se ne bartim përgjegjësi kolektive, ashtu siç bartim përgjegjësi edhe individuale. Kaq sa i përket edhe ajeteve që ndërlidhen me këtë temë, ndërkaq sa i përket mësimeve që nxirren nga kjo ngjarje kuranore, do të flasim javën e ardhshme me lejen e Allahut Madhërisht. Nëse keni diçka me pyet, urdhroni.